Vazhdimisht dalmi edhe përmendim këtë s'ka koalicion me PDK. Na mendojmë që PDK-ja duhet me nejt halon opozitë. Ata që po bujnë me pas koalicion me PDK. Zona Kryezi, pse mos bëhet koalicion me PDK? Pse mos bëni ju koalicion me PDK? Sepse na mendojmë që ata ka nevojë me nejt halon opozitë. Sepse do të kishit numrat e mjaftueshëm për të evituar një krizë tek pozicioni i presidentit edhe për të shkuar më tutje për shumë çështje. Nuk kemi tu mendu veç për interesin ton personal, ti marrë me ashtu pozicione që po i synojmë edhe nëse me PDK-n është në rregull. Jo nuk po dojmë me bo koalicion me PDK, sepse mendojmë që PDK-ja duhet me vazhdu me qenë ende në opozitë. Edhe, plus asaj, nuk po dojmë me bo koalicion me një subjekt politik, cilin koalicion nuk e pëlqen dhe nuk e mirëpret elektorati jonë politik. Tash, s'mundemi me e tradhtuna një popull që e ka rrit lëvizjen vetëvendosje, e ka sjell subjektin e parë politik, edhe po vazhdon me mbaj subjektin e parë politik, edhe si rezultat, po bojmë koalicion me njërin prej subjekteve politike, një koalicion t'il elektorati jo nuk e donë. Unë e thash më herët, njëna prej arsyeve që kemi thonë, po bojmë koalicion me LDK-n, është sepse elektoratet tona janë më përofta se sa që janë elektoratet e partive tjera politike. Ka eksponente PDK-s që kanë pas pozitat të rëndësishme në PDK, që i kanë në lëvizjen vendosje. Që shpja u dënë ata? Keni pas edhe jo, atë nuk është diçka kjo... Kush nuk është ku janë e sarë, kush për PDK. Nuk e di di kush se pe PDK, o këthuj LDK, ose LDK, qëndrimi jonë për PDK-n është i qartë. Çka do që thuhet eksponent, figura të rëndësishme që kanë qenë zyrtarë të PDK-s. Koalicion për një qeverisje janë të pavërteta, sepse sikur kishte qenë kjo e vërtet, koalicionit konstituimi kuvendit do të kishte ndodhur tashmë, do ta kishim pas qeverinë e re, do të kishim ecë përpara. S'ka koalicion me PDK-n. S'ka koalicion me PDK-n. Zona Kryezi, vetëm fakt, një gjë. Çka nëse bëhet ky koalicion me PDK-n, çka do të bëni ju? Kushtrim, nuk ka nëse bëhet kur jemi në një situatë kur e dimi të qartë cili është pozicioni edhe Armendi s'ka dashur një koalicion me PDK, po ka ndodhur me një moment. Ka ndodhur. Çka nëse ndodh me Qytetash, Armendi se ka dashur, veç mënyra qysh po ka padur qëndrime, po ka ndodhur. LDK-ja i parafron goxha shumë këta me PDK-n. Shumë kanë qef me hyj prap me një koalicion me PDK-n. Shumë kanë dëshirë me u rikthy asaj të kaluamës edhe me fillu me bashkëqeverisë, me marrë çfarë vendin që shkandon të kaluamën. Na kemi thonë vazhdimisht, e kryetarit Abdixhiku, që ne jemi tek gatshëm për opozitë. Edhe na si deputet vazhdimisht e përsëritim këtë. Edhe një herë po ta përsëriti që na ndëgjojnë qytetarët e Republikës së Kosovës edhe votuesi. Mendojmë që duhet me vazhdu me qenë opozitë. Kryetari i LDK-s në konferencë, në shtëpinë e tij politike në LDK, ka dalë para elektoratit, i ka falendëruar për prekrajin, i ka falendëruar për 70.000 vota plus nga 2 ministrinita dhe i kam thonë që jemi të gatshëm për opozitë. Vazhdoni me të tjerët. Kaq. Po nuk mundesh me qeveri tranzitore nëse jemi gatshëm për opozitë. Kjo propozim për me dal nga gërçi që keni futur Kosovën. Qeveria tranzitore lën Kosovën pa opozitë, ju me qenë se jeni të gatshëm prej fillimit me qenë opozitë, rrini në opozitë. Institucionet të përjetshme pa opozitë. Se po synoni me marrë kryeministrin.